Të mërkurën ka përfunduar procesi numërimit të votave me kusht dhe votave të personave me nevoja të veçanta që njëherësh ishin dhe votat e fundit që kishin mbetur pa u numëruar. Lista e vetëvendosjes së bashku me Guxo dhe Alternativën ka fituar bindshëm më së shumti vota në këtë zgjedhje me 42.28% të votave. Kjo parti ka siguruar 48 mandate. Në vendin e dytë është Partia Demokratike e Kosovës me 20.96%. Kjo parti do të ketë 24 mandate në parlament. Lidhja Demokratike e Kosovës është e treta me 18.43% që do të thotë se ajo do të ketë 20 mandate, ndërsa koalicioni AAK-Nisma ka fituar 7.08% të votave që atyre u siguron 8 mandate në Parlamentin e Kosovës. 5 prej tyre do të ketë AAK, ndërsa 3 deputet do të ketë Nisma. Gjatë kësaj jave ka përfunduar dhe numërimi votave nga diaspora, votat nga përfaqësitë diplomatike dhe votat me postë. Lëvizja vetëvendosje edhe në këto vota ka prirë duke fituar 44.224 vota. Nga votimi në përfaqësi diplomatike, vetëvendosje ka marrë 12.261 vota e nga votimi përmes postës 31.963 vota. Mërgata edhe në zgjedhjet e kaluara të mbajtura në vitin 2021 kanë nxjerrë të parën lëvizjen vetëvendosje në atë kohë me 44.252 vota. Analisti politik Zeinullah Jakupi në një prononcim për gazetën Bota Sot ka treguar arsyet pse mërgjimtarët e kanë votuar vetëvendosjen që sipas tij kjo parti për herë të parë u ka mundsuar që të votojnë përmes postës pranë ambasadave dhe konsullatave në shtete perëndimore dhe më gjerë. Po votohet lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti, sepse vetëvendosja është parti me orientim social-demokrat. Kjo do të thotë se intereson dhe ka bërë shumë dhe po bën për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve pa dallim partie politike, religioni, etnie e tjerë. Dhe siç e dim, partitë me orientim social-demokrat janë kritike dhe në rend të parë vendosin njeriu, mirëqenien e tij, stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e institucioneve dhe forcimin e shtetit dhe natyrisht kur jemi tek diaspora, lëvizja vetëvendosje dhe partnerët e koalicionit Guxo dhe Alternativa kanë qenë gjithmonë me sy e vesh e zemër ka diaspora. Mërgatën tonë dhe kanë mundsuar për herë të parë që të votohet për postë me postë edhe pranë ambasadave dhe konsullatave në shtete perëndimore dhe më gjerë, në çdo vend i cili ka njohur Kosovën si shtet të pavarur, deklaron Jakupi. Qeveritë dhe partitë e deritanishme nuk kanë bërë asgjë ose fare pak për diasporën, thot Jakupi, dhe kjo sipas tij ka bërë që ata ta votojnë Albin Kurtin. Ai shton se qeveritë e deritanishme kanë përçarë diasporën. Diaspora e voton Albin Kurtin dhe koalicionin sepse qeveritë dhe partitë e deritanishme nuk kanë bërë asgjë ose fare pak për diasporën, madje e kanë anashkaluar si subjekt politik, pra në rezervimin e vendeve në kuvend dhe në të ardhmen mund të shtrohet si temë, nëse 2/3 janë të pajtimit. Qeveritë e deritanishme kanë përçarë diasporën duke i përkrahur dhe ndihmuar vetëm votuesit e tyre, militantët politikë dhe natyrisht edhe tenderat dhe vendet e punës në institucione i kanë rezervuar vetëm për ta, ndërsa qeveria e Albin Kurtit bëri ndryshimin rrënjësor. Sot në shumë ministri punojnë edhe në punës që nuk kanë votuar lëvizjen vetëvendosje dhe koalicionin, por Albin Kurti nuk i nxjerr nga puna. Pra e votojnë Albin Kurtin se kryeministri ynë dëshiron ta bëjë Kosovën me mirëqenie si përafërsisht shtetet skandinave, por natyrisht për këtë duhet shumë punë dhe përkushtim që deprivatizohen institucionet siç janë bërë deri tani, thekson analisti. Në fund ai konsideron se diaspora po vendos për qeverisjen dhe se ajo e mban gjallë Kosovën e shtetin. Pas numërimit të plotë u shpallet fituesit dhe në këtë rast edhe në këto zgjedhje diaspora po vendos për qeverisjen, formimin e qeverisë dhe ky ka qenë halli i kundërshtarëve politik se diaspora nuk duhet të votojë, por kjo thirrje është kundërligjore dhe thirrje e dënueshme, pavarësisht se kush e thot. Diaspora është pjesë e Kosovës dhe arteria kryesore që mban gjallë Kosovën dhe shtetin tonë, përfundon Jakupi.
Pas lëvizjes vetëvendosje, partia që është votuar e dyta nga mërkimtarët është Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila krahasuar me vitin 2021 që kishte fituar 4287 vota, në zgjedhjet e këtij viti ka fituar 15748 vota nga Mërgata, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e vitit 2021 kishte fituar 5032 vota, ndërsa këtë vit 7053 vota, ndërsa AAK në vitin 2021 kishte 1112 vota, ndërsa këtë vit ka shtuar 746 vota më shumë.